Normalisht kjo ditë konsiderohet ghaib, besohet është siç është thënë. Pejgamberi sa ka thënë, siç do të vinë hadith, se ky mal ka dashuri për besimtarët. Alhamdulillah. Po edhe besimtarët kanë dashuri për këtë mal. Pa një nga testet e besimit është shekimi i Uhudit. Nëse shef Uhudit dhe të ndjell dashuri, është tregon besim. عن أبي حميد قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. Abu Humeid tregon, po ktheheshim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga Tebuku, nga lufta e Tebukut, derisa dolëm afër Medinës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kjo është toka e mirë, toka e bekuar. Ndërsa ky është Uhudi, mali që na do dhe e dua." Sa ditë tjetër është transmetim tjetër, thotë Uhudun Jabelun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhudi është mali që na do dhe e dua. Kështu që mali i Uhudit është prej maleve të xhenetit. Ka hadith tjetër që thotë Uhudi është prej maleve të xhenetit. Uhudi përmendet tek shpërblimi i atij që falet xhenazën. Një besimtar që i fal xhenazën dikujt e merr shpërblimin sa Uhudi. E nëse e shoqëron xhenazën e tij deri në barr, sa 2 Uhude, sevap dhe shpërblim. Gjithashtu përmendet Uhudi në kontekst negativ, ai njeri që mban qen në shtëpi. Nuk flitet për qenin e roje, apo për qenin e bagtive, apo për qenin e kullotave, apo për qenin që është nevojë, që mban qenin për qenin kot në shtëpi. Ati i bien nga sevapet dhe shpërblimet sa mali i Uhudit çdo ditë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që mali i Uhudit përmendet. Tani lind një pyetje. Uhudi është send. Këto thonë na do. Dhe dashuria zakonisht lind në gjë që kanë shpirë, gjë të gjalla. Për këtë është fillim fare çfarë thash, ky hadith është ghaib. Ghaib do të thotë besohet siç ka ardhur informacion. A mund të kenë sendet dëshirë? Kjo është temë pastaj. Wa amma al-jidaru fa kana li-ghulamayn yatimayn fi al-madinati fa arada أن ينقض أباش وأما الجدار وكان تحته كنز لهما وكان تحته الصالح فأراد ربنا إبراء أشهرهما فيلم بآياته فيلم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد أن ينقض Habi është surë në uvofiksin. Ndërsa muri tha ishte pronë e 2 jetimve, deshi me ra, po ta përkthesh fjalë për fjalë, deshi binte, gati sa nuk ra. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. Aty gjetën një mur që dojtë me ra. Tani a dojtë me ra muri me gjithmen? Apo kishte shku në atë shkallë sa që gati s'po binte? Dikush thonë jo, do ta muri me jetën si shkallë. Muri desh me ra. Kanë thënë se dhe sendët, kanë edhe ato, por e kanë
si më thënë, ndjesin në formën e vetë, kafshët në formën e vetë, njerëzit në formën e vetë, me lajket në formën e vetë. Qësë cila ka atë të vetën, mënyrën e vetë se si funksionon. Argument që e mbështet këtë mendim është ky hadith, hadithi i Uhudit. Uhudi është një mal që na do dhe e duam, që e duam ne okej. Po që na do, si mund ketë dashuri sendi? Besohet hadithi ashtu siç është thënë. Ose hadithi tjetër që thot për gurin e zi, kur çdo që e prek ose e poth gurin e zi ditë e kiametit, guri i zi do të ketë 2 sy dhe gjuhë. Dhe çdo njeri që e ka postë në këtë botë apo e ka prek, guri i zi do t'i, si më thënë, do t'i përmeni ose do t'i përcaktoj ditën e kiametit. Trungu që qau për pejgamberin sasën. Trungu është sen. Sa ishte trungi i tharë, nuk ishte trungi i njomë. Trungu qau për pejgamberin sasën. Kështu që Imam Ibn Qayyim rahimahullah ka bërë një kapitull vetëm për këtë punë, edhe thotë që kanë edhe sendet dëshirën e tyre, po në atë formë që e din Zoti. Argument tjetër nga Kurani: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard fa abayna an yahmilnaha. Amanetin, përgjegjësinë ja paraqitën qiellit dhe tokës, por e refuzuan, tha në Zot se bajnë dot. Qielli dhe toka nuk janë gjë e gjallë, janë sende të pejnë, janë materie. Mirë po jo, pra ke Zoti është mënyra se si Zoti komunikon apo është gjë tjetër. E të tjera argumente që mbështesin këtë mendim. E rëndësishme dorë nga tema në temë, po kjo është meselja. E rëndësishme ky hadith besohet ashtu siç e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Uhudi është një mal që e do dhe na duan, dhe shikimi i Uhudit është test, le të themi, në thonjza kështu, për imanin e njeriu. Dhe me të vërtetë nuk s'ka pa njëri prej haxhive apo prej umrëxhive që mos a shohë Uhudin në skënaqet. Pavarësisht se Uhudi është një mal pas një pemë i thatë, s'ka asgjë që të joshi për sa i përket paraqitjes bukurisë. Mirë pa automatikisht ta thith zemrën, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.